أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet janë për Allahun Zotin e Gjithësisë, atë e falënderojmë dhe vetëm për atij e kërkojmë ndihmën, dhe atë që i madhi Zoti drejton, asnjë nuk mund ta çojë humje. Nërsa atë që drejtësia e Zotit e lën humje dhe veprat e tij, askush se ndihmon përveç Allahut. Mëshira qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjitha të sahabët që i ndihmuan Resulullahut, Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Aliun dhe gjithë sahabët e tjerë. Allahu i mëshiroft, inshallah. Mëshira e Zotit qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni sonte bashkë. Pra mas faljes namazit të akshamit, një dy fjalë dëshëm të hedhim dritë mbi kapitullin e famshëm dhe më të famshëm në Kur'anit, që është Suratul Fatiha. Normalisht ky libër është i gjithë i famshëm, sepse është Kalamullah. Kalamullah do të thotë është fjala e Allahut. Dhe kur themi Kalamullah, hedhim poshtë edhe pretendimet e atyre njerëzve që e akuzuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i thonë që ti të kanë bën magji, të kanë bën sihr, ti këto fjalë i ke vjedh nga një prift, edhe nuk i ke fjalë të Allahut xhelle xhelaluhu. Pra, mohojshin zbritjen e Kur'anit. Allahu xhelle xhelaluhu të gjitha i shkatërron këto. Dhe në disa ajete të tjera të Kur'anit i thotë atyre urdhëroni. A jeni të Zot ju? A jeni të shkath ju? A jeni poet ju? A jeni shkrimtar ju? Bini. Bile nuk i ka sfidu me një sure, me një ajet, po dhe me i shkronj. Sillni një shkronj. Siç është Elif. Edhe këtu ka disa shkronja që Allahu xhelle xhelaluhu i ka prun në fillim të kapitujve. Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra, Kaf, Ja, Ain, Sad, e tjera sure prapë, që fillojnë domethënë me shkronja të veçanta. Allahu xhelle xhelaluhu me një elif thotë, sillni një elif të ngjashëm me elifin që ka sjellë Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an. Normalisht që ishin sfiduar, sepse ishte pa lidhje ajo lloj argumenti që ngrejshin ata kundra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur jemi këtu të ky kapitull i famshëm, quhet ndryshe kaptina e hapjes së Kur'anit. Kanë thonë edhe Umul Kur'an, do të thonë nana e Kur'anit. A doja që do t'ju kisha dhënë porosi mos ngelni pa e mësu kapitullin Fatiha. Të paktëve nga gjithi libri i Zotit, mos dilni përpara Allahut xhelle xhelaluhu pa Fatihan. Pasi ta mësojeni nëpërmjet njëri tjetrit, duke e një gjuhë me vesh, me mjetet, me anë telefonit, duke e një gjuhë me vesh, e mëson origjinal sikur e këndon ai hoxha. Pra në pa mundësi për t'ju nënshtruar shkronjave me vesh. Edhe mëson, edhe mos dalesh përpara Zotit xhelle xhelaluhu, të paktën pa Fatihan. Kjo është madhështore. Madhështore. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, mua më ka zbrit diçka që tjerëve nuk u ka zbrit përpara meje. Edhe është Fatihaja, edhe pjesa e fundit e Bekares. 2 drita, 2 norë të fuqishëm, që janë ndriçuese për jetën e kësaj bote dhe shpëtuese në jetën tjetër në ahiret. Allahu xhelle xhelaluhu të gjithë kapitujt e Kuranit vën me një fjalë që quhet ndryshe Bismillahirrahmanirrahim. Edhe këtu janë 3 emra të Allahut xhelle xhelaluhu. Ama një nga 3 emrat e Allahut xhelle xhelaluhu është më madhështori. Allah. Allah do të thotë prej vetiu i adhuru. Allah do të thotë i vetëm. Allah do të thotë i pa shok. Allah do të thotë
nuk ka si gjë të krahasume, të ngjashme me Allahun xhele xhelaluhu. Edhe fillon me fjalën pra Bismillah, me emrin e Allahut. Edhe kur themi me emrin e Allahut, Allahu xhele xhelaluhu gjithashtu na mëson në këtë sure që gjithë jeta e njeriu, gjithë punët e njeriu, gjithë veprat e njeriu fillojnë me fjalën Bismillah. Lutje të ndryshme, gëzime të ndryshme, çfarëdo që ke në jetën e kësaj bote, Bismillah. Në udhtim, në rrugë, në makinë, në xhami, hyre, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Në fakt, shumica e njerëzve të kanë mësuar këtë fjalë, por në përgjithësi nuk e dinë çka do të thonë, që është me emër të Zotit. Ju ka bën si shprehje, Bismillah, Bismillah, pa ajo do të thotë me emër të Zotit. Nërsa ju do ta thoni edhe me kuptimin e vet. Pra ta dini çka jeni të thonë. Bismillah, me emër të Zotit. Dhe kur thumë me emër të Zotit, nuk ka emër të tjerë më. Dhe mas saj vjen një emër tjetër prap, Rahmani. Rahmani është mëshirues i përgjithshëm. I përfshin gjithë. Keni vure që edhe mas besimtarëve të Allahu xhele xhelalu ju jep sa të dush. Ata thonë s'ka Zot. E më dhojnë Allahun xhele xhelaluhu. Ata thonë shiu nuk është prej Allahut. Dielli nuk është prej Allahut. E Allahu xhele xhelaluhu i jep. U jep fëmijë, u jep gra, u jep pasuri. I jetë gjatë, plot. Nuk i dallon hiç. Edhe besimtarëve, edhe mos besimtarëve. Vetëm se që të mos na habisi mendja jon, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na lajmëron në një hadith, edhe thot kur është fjala për begatitë dhe mirësitë që Allahu xhele xhelalu ju jep mos besimtarëve, ju thot mos u habitni. Pse? Nëse do kishte dobi, thot atyre, Allahu do t'ja jepte besimtarëve. Nëse do të kishte vlerë, thot sa i flet më shkonja, let fare, ajo dobi që u jep Allahu xhele xhelaluhu, Allahu nuk do jep të atyre, po do ja jep të besimtarëve. Mrekulli kjo ati. Mrekulli, pra, ai këto nuk i dallon. Pse?